Atëri Casco Premium është aplikacioni I parë I cili është dedikuar konsumatorëve në treg të hapur të energjisë, konkretisht konsumatorëve të cilët janë pjesë e Casco Premiumit. Pra gjithë ata konsumatorë që kanë përgjithur Casco Premium si furnizuesin e tyre. Siç e dini, para një viti, zyra rregullatorit me një vendim ka thënë se të gjitha bizneset të cilat kanë mbi 10 milion euro qarkullim ose mbi 50 punëtor do dalin automatikisht në treg të hapur dhe do duhet ta zgjedhin vetë furnizuesin e tyre. Marr parasysh që Casco Premium ka një përvojë shumë vjeçare në aspektin e furnizimit me energji elektrike, deri më tani ne kemi mbi 50% të bizneseve të cilat na kanë zgjedhur neve dhe I kemi në portfolien tonë. Atëherë tash një vit ne jemi duke I takuar të gjitha bizneset të cilat na kanë zgjedhur neve për furnizuesin e tyre dhe jemi mundu me I pa se cilat janë nevojat edhe dëshirat e tyre sa I përket çështjes së furnizimit me energji elektrike edhe nevojat se çka do donin të kishin ndryshe në mënyrë që me u lehtësu sa më shumë edhe monitorimin edhe me qenë sa më shumë transparent me ta. Një nga nevojat e tyre të cilat ata e kanë shprehur se ju duhet është edhe një aplikacion ku ata do të kenë mundësi të shohin në kohë reale edhe konsumin e tyre, edhe bilancin, edhe transaksionet, po në anën tjetër të kenë qasje në të gjitha pikat e furnizimit të tyre. Pra, nëse një biznes e ka një qendër kryesore, po në anën tjetër I ka të shpërndara edhe në qytetet të tjera të Kosovës, varësisht nga distrikti ku ata I përkasin, do të kenë mundësi të shohin të gjitha pikat në një aplikacion të vetëm. Pa dyshim që ne do të vazhdojmë ato takime edhe tutje, edhe do të shohim tutje se çka mundemi me shtu tjetër në veçoritë e këtij aplikacioni, por ky aplikacion është zhvilluar nga zhvilluesit e kompanisë, do thotë është bë enkas për nevojat e konsumatorëve në tregun e hapur të energjisë, edhe gjithmonë do jemi në kontakt me ta, varësisht se çka dëshirojnë për me përmirësua edhe përvojën e konsumatorit, sepse siç dihet, konsumatori gjithmonë është prioriteti ynë. Ai mund ta monitoroj konsumin në baza ditore, do të thotë konsumin real se sa shpenzon ai biznes, pra po flasim jo vetëm në një pikë, po do të mund t'i menaxhoj të gjitha pikat e furnizimit, edhe me pa ndoshta edhe më herët se sa është duke shpenzuar energji ose sa I nevojitet energji. Por gjithsesi, varësisht edhe prej veprimtarisë së atij biznesi, ne do mundohemi maksimalisht që me ofru kushte sa më të mira edhe me ju ndihmu aty ku ata kanë nevojë. Ne kemi departamentin e shitjeve, ku secili analist e ka një biznes nën mbikëqyrje apo monitorim, ku gjithçka që ata ka nevojë mund të drejtohen tek analisti I tyre edhe munden me pyet varësisht çka do që ata kanë dëshirë ose edhe me u konsultu për çështje të cilat atyre ju interesojnë. Për neve është shumë e rëndësishme që konsumatori me qenë I kënaqur me Casco Premium edhe mi ofru kushte sa më të mira, transparent edhe zgjidhje të duhuna dhe të lehta në mënyrë që me funksionu gjithçka sa më lehtë edhe sa më mbar për ta. Aktualisht biznesi mundet me pa konsumin e tij edhe para se mi ardh fatura, edhe në këtë mënyrë është shumë e lehtë për ta ndoshta edhe me bë krahasime se sa ka shpenzu muajin paraprak, sa ka shpenzu muajin aktual, por ndoshta edhe mund të krijohet edhe një parashikim se si do të jetë edhe konsumi muajin e ardhshëm. Krejt kjo është bë me qëllim që veç me u lehtësue edhe aty munden me I pa edhe çmimet me cilat Casco Premium blen energji në treg të hapur apo në bursa ndërkombëtare për me I furnizu këta konsumator, gjithçka është shumë transparente edhe në vazhdimsi mundohemi me pas qasje në të gjithë çështjet e konsumit edhe me ju gjind afër sa herë që ata ka nevojë.
po për pas kësaj edhe për konsumatorët të cilët akoma nuk e kanë zgjedh Casco Premium si furnizuesin e tyre, ata mund të shkruajnë edhe në email-at tonë zyrtar, por edhe mund të vizitojnë web faqen e Casco Premium, edhe mund të informohen për të gjitha çështjet. Mandej mund të takohen edhe me analistët tanë, edhe aty do të kuptojnë sa ma shumë çështjet të cilat atyre ju intereson, varësisht prej veprimtarisë të cilat ata kanë, edhe normalisht krejt në fund do e marrin një ofertë personalizume, edhe mandej do të kenë qasje edhe në Casco Premium. Aplikacioni tashmë është në iOS edhe Android, edhe krejt që ju duhet është të shkruajnë ose të lajmërohen në departamentin e shitjeve, në Casco Premium, edhe dikush nga personat përgjegjës prej kolegëve tanë do t'i sqaroj të gjitha pikat se çka duhet të ndërmarrim. Por paraprakisht duhet të jetë qartë që fillimisht duhet të ketë një kontratë aktive me Casco Premium, edhe rrjedhimisht në bazë të kontratës edhe marrëveshjes të cilën e kanë me neve si kompani, ata do të kenë qasje në gjitha këto të dhëna.